Ai vjen sonte në fakt në emisionin tim, sepse unë kam kopa e takuam Shemar Malli dhe dua të shoh çik klipin e fundit që ka bërë. Do vi ka një punë ja 3 muaj në Tiranë, po se themi do se ç'pun ka. Se themi do për momentin. E kemi ndaluar. Po do ri 3 muaj në Tiranë. Ftojnë studio e intervistat e rria atje mos u vizit s'kan bërë me Ermanin. Ftojnë studio Shpat Kasapin. Shpat mi mbroma, kënaqësi që ju kam në studio. Mbroma, kënaqësia Shpat ju meritu sonte në fakt për klipin tuaj më të ri, më të fundit, se s'është më i riu. Me titullin Medikament, një ilaç i paparë që na propozon Shpati dhe shohim pas pak, por para se të vim te ju Shpat, njiheni me Ermanin besoj. Njiheni nga afër, keni muhabet? Po. Ha? Vërtet? Po njihemi, kemi gjithë to vite që njihemi. Jo, dakor, po e kanë fjalën kur them njiheni, kanë fjalën njiheni mirë. Po bëjmë dhe muhabet. Keni muhabet? Po pra, kemi muhabet. Ermali ka qenë një nga Edhe qeshemi kështu i qik. Ermal, Shpati ka qenë një nga personazhet që ju keni imituar jo? Po, patjetër. Vërtet? Po, patjetër. Hajde tani 5 sekonda tani. Ama le mos ja fut kohën. Ama mos ja fut kohën. Se kam bërë me qëllim, betohen. Nuk kam me qëllim, kam sjell Shpatin këtu sot, është fare rasti. Rasti me qëllim. Nuk është me qëllim, fare absolutisht. E dim. Fare. Jo, po t'jap fjalën, ë. Duhet vinte për revistën, Ermali më tha Arian duhet vim patjetër për revistën, se ka dalë revistë e re, dhe rastisi që të kam dhe ty sonte në studio. Shiko, unë do bëj Shpatin, po më bëj Shpatin mu. Në shkup Ti të bëjmë ty, t'ka bën nona ty. Jo, Unë do imitoj Shpatin. A? Po më imitoj Shpatin mua. Shpat do ta imitosh dhe ti Nuk Ermali? di, unë nuk jam aq i zot. Fare? Jo, seriozisht. Hajde. As unë s'di. Ti artisti. A mamaj të lutem. Më mos u bësi ato më. Ama, 10 sekonda. Taksirat. Am ke xhan. Çani. Ale dio. Mund të jenë të dy në të njëjtën kohë. Në shkup ti. Kemi mundsinë. Si dy në të njëjtën kohë? Ti kemi të dy paralel. Po sigurisht, atë e pash po, sigurisht. Hajde Ermal. O mamaj. Si e ka një lezet, të lutem a bë pak Shpatin. Po mos na vjen sikleta. Mos bë kështu tani më burr. Po lemë. Ti aktor profesionist më burr. Shiko, e para herë nuk jam aktor profesionist. Jo, je bër tashmë. Mirë. Ti je këngëtar në fakt profesionist, po je bër dhe aktor. A të ngel teatri ty? S'të ngel teatri aty. Shumë. Jo, nuk ngel teatri Shpati sepse është reklam për Shpatin kjo, nuk ka asgjë të keqe, Shpati e di këtë gjë. Shiko, reklam mund të ketë qenë para 7 vjetësh, po jo tash, apo. Po Shpat, ata bëjnë 10 sekonda apo jo? Nuk ka ta koncerte në Greqi e në Itali, i kam falenderuar ka ti, Ermal. Nuk i mbetet qefi Shpati, se është djalë me mendje të hapur, nuk është nga ata që mendon. Jepi. A të lutem aman. Ama se është gjuna kjo? Kam kështu e kam ta. Këtë duhet ta mësosh. Fillova të imitu ty, pastaj filloi ti duke më imituar mua që po të imitoj ty. Po pse jo? Është diva. Po pse vetëm kaq bën nga Shpati? Po kaq se A nuk e ke me audio, ke vetëm me gjeste. Një big up për Ermal Mamaqin. Bravo. Shpat Rimi mbroma, kënaqësi që ju kam në studio Medikament, do shohim tani klipin tuaj që transmetohet gjithandej. Për të fundit Shpat që jemi takuar bashkë, ka ndodhur një së ngjarjesh në jetën tuaj, por sonte jeni këtu në fakt sepse sonte apo nesër do jeni në një pub shumë të njohur në Tiranë që quhet Pub Honey. Sonte apo nesër Shpat? Nesër. Nesër? Nesër mbroma, duke filluar nga ora 9 deri në 10. Nga ora 21 e darkës. Po diku më aty. Dhe gjatë gjithë natës do jeni te Pub Honey te rruga Elbasanit. Rruga Elbasanit. Falenderoj Pub Honey që më ndihmoi për të ardhur Shpati në këtë studio sonte. Dhe përveç falenderimit për Pub Honey, gjithashtu këtë sapo e thash, për gjithë femrat, fanset të Shpatit, të cilat të momente e kanë zemrën e thyer dhe që mund ta gjejnë Shpatin nesër pas orës 9 darkës te Pub Honey.
DJ Qeri Ermal pas ka gjillat pa para sonde. E ka ngreti që E volumin. ka ngrit volumin. A, për e cilësin. Pa para. Po jasë mirë. Shpat tani që u ritakuam, duhet thënë se u bët 16 vjet në sken, dhe pa kush mund të harroj suksesin tuaj në moshën 10 vjeçare, ku fituat çmimin e parë në festivalin Bletët në vitin 98. 98, Bletës atë 98. Në Tetov. Po e mbani mend atë këngë për shembull? Shumë mirë mbaj mend. A mund na bëni pak refrenin? Ti je si Kno? Ha Kno. Orën e gjuhës arsimtarja në tha, të gjithë nxjerrni fletoret bi banka, sot do të shkruani artim të vërtet, tema është e njohur çdo të bëhem në jetë. E bravo! Ka ndonjë një këngë që ka kënduar sa vite i bie, 98, 13 vjet më parë. 13 vjet më parë keni kënduar të këngë. Tani që u takuan sërish Shpat, do të ngjiteni në sken, por kujtoj se performanca juaj më e rëndësishme në këtë sken ka qenë ajo e vitit 2002, Shpat Kasapi, ku fitoni 3 çmime në vit, që nga ajo kohë keni publikuar një sër albumesh dhe singlash që janë, siç janë për shembull Axha Miu, ose Kush të ndau prej meje, ose tjetra se pranon. Edhe në këtë ritakim ju vijoni Shpat Kasapi të studioni. Aty si jetoj, valle kosovare. Unë kisha përmendur 3 më të rëndësishmet, më të njohura. Dashurom ti cilën? Po pra, 3 albume ti the, ti thash edhe 3 tjera. Janë 6 gjithsej. 6 albume. Edhe në këtë ritakim ju vijoni të studioni për shkenca politike dhe diplomaci Shpat në Universitetin e Shkupit. Në vitin e? 3 vite plus 2, tash po mbaj. A është 3 plus 2? Është Bologna. 3 vite shkencë, po, 3 Sistemi vite Bologna. shkenca politike me Tani jeni vit të tretë apo keni kaluar kam kaluar në Te masteri. një kurs, masteri menaxhim krizash edhe juridik. bukur? Një vit. Tani që më vini sërish në studio Shpat Kasapi, e fejuara juaj Afërdita Dreshaj, vijon t'ju qëndroj për krah edhe tani që ka fituar kurorën e Miss Univers Kosovo. Po pse quhet Miss Univers Kosovo? Kosova. A Kosova? Kosova A nuk është Kosovo? Jugoslave. Dakor. Ka mësuar se ajo jeton në Prishtinë, Afërdita, është e vërtet? Kohët e fundit. Punon? Jeton në Prishtinë. Jetojmë bashkë. Po, për shkak të një kontrate me organizatorët e spektaklit, është e vërtet? Keni spektakël atje? Ka një lloj kontrate ka bërë me Postën e Kosovës, edhe me disa kompani tjera. A është bërë imazhi postës? Po. Bravo. Tani që u ritakuam Shpat Jo Kasapi, oficialisht, po me kështu kemi biseda. tani që u ritakuam Shpat Kasapi, klipi nuk titullohet më Depresive sonte, titullohet Medikament, Ilaçi, që është një pjesë e albumit më të ri që keni hedhur në treg, kësaj radhe keni bashkëpunuar me Max Production. Dhe klipi transmetohet në BBF Television. Është e Në vërtet? gjithë televizionet tjera. Klipi ka shumë skena të bukura për gjithë ju që se keni parë, po që mund ta kapni. Dhe ju gjatë gjithë klipit Shpat luani pacientin në spital, ndërkohë që ledhatoheni nga 2 modele seksi, njëra bjonde dhe tjetra brune, Figurante. figurante, Sepse të cilat dallosh modelen dhe figurante janë figurante më shumë. Po janë aq të mira sa duket si komponentë modele. të ndryshëm. Të cilat luajnë rolin e infermierëve në fakt në klip. I gjithi klipi ka skena provokuese që nga krevati në spital, ku infermierët ledhatojnë dhe prekin në mënyrë provokuese këngëtarin, pra ju, i cili si pacient ri shtirë në krevat dhe deri të skenat në ashensor, ndërsa këto figurantet vazojnë së bashku me ju. Paka shumë ky është klipi apo jo? Po, E shohim? okay. E kamera me lëmë të kuj që e Shpat. Ledio, të lutem. Bravo Shpat. Pasi vendose, i këti sa më shpejt se nuk dua Lotin ta shohësh më me sy E kjo dëshmi të duhet ty Të kesh alibi Nisu ti Jo nuk lejoj Largohu, largohu, largohu tani S'ka dashuri Medikament Kundër dashuri që shkoj via ka Nuk pyes për para Medikament, zemra ende më shumë dhe në terapi Për një dashuri Medikament, kundër dashuri që shkoj via ka Nuk pyes për para Medikament, zemra ende më shumë dhe në terapi Për një
shoqërohet me kohën që shkon. E kjo dëshmi të duhet ty të kesh alibi. Nisu ti, jo nuk lejoj, largohu tani. S'ka dashuri, medikament kundër dashuris që shkoj dhja ka. Nuk pyes për para, medikament, zemra ende më shumë dhe në terapi. Për një dashuri, medikament, kundër dashuris që shkoj dhja ka. Nuk pyes për para, medikament, zemra ende më shumë dhe në terapi. Për një dashuri. Klipi papar. Klipi mrekullueshëm me titullin Medikament. Super klip, bravo. Në klipin e televizionit të klip të plot. Bravo Shpat, një klip i mrekullueshëm, bravo. Me gjëra fjala po duhet të gjithje, bravo. Medikament te BBF e Television. Shpat jam kurios ta di kur e pa Afërdita e fejuara juaj ato femrat seksi që ju vini vërdallë ashtu u bë keq? Jo. E pa gjatë xhirimit apo në fund videoklipit? Në fund. Se gjatë xhirimit e di që është një gjë kot pa ndonjë interes, është hipokrizi e madhe. Po Jo, them shumë normale, shumë normale. Jo, shumë normale edhe pas xhirimit. U bë pak xheloze? Jo. Jo? Ato Afërditës i vinë ke gjuri. Bravo. Një Gjuri big up. gjatësi, e? Një big up për Afërditën, nëse na shikon. Jo për të ofenduar ato femrat, po Afërdita ka qenë edhe ke apartamenti 2XL, edhe është me të vërtetë e gjatë. Nuk e thash për të ofenduar ato gocë. Biles, kur erdhi Afërdita aty, i thash, Afërdita si është goa anti lartë. Ku lart? Jo, që është e gjatë. A, që është e gjatë, e papar është. E papar është. Afërdita është e papar. Si sti kap ndonjëherë batuta tu ti? Thot, po të një fare. Sa i trash jam. Kemi dhe kopa u takuar. Duhet dobësohesh. Mirë, bravo. A? Ka marrë dhënë, prandaj. Ka ardhë vesa dhe më hoqi vëmendjen vesa. Okej. Mos doni t'ja u thoshit ti. Po para se të vite vesa. Ashtu ishte i modë. Me gjëra fjala. Me gjëra fjala. Shpat, sa i përket planeve dhe projekteve tjera muzikore, më kanë thënë që je duke përgatitur një duet me dikë tjetër, me një këngëtar tjetër. Kush është ky? Është një reper nga Tetova, quhet Ton Voka. Ton Cilin Voka. përshëndes O, shumë, kam është pasur gjallë Tonin shumë i studio. mirë. E ke pas? Toni ishte Është shumë talentuar shumë i shumë. mirë. E kam bashk advetar dhe bashk. Bravo. Bravo, Toni ishte i papar. E mbaj mend, më ka ardhur një në studio, e thash vetë kur zhduk ky djalë. Është vërdall në xhiro apo jo? Është në treg Toni? Toni është në treg, është në Tetov, po jeton tash. Mi bët fala, më gjete numrin bak celularit. Faleminderit shumë, patjetër. A? Po kur do të bëjmë videon e re, domethënë do të jemi Bravo. besoj do të vim përsëri këtu. Po Është një këngë e papare, e cila më pëlqen mua shumë. që quhet? Është një nga këngët që Kena mu pi, quhet kënga. Kena mu pi. Kena me u pi, domethënë, Do bëhemi tap. do pijemi do, vijemi do. Shkupjance. Po pra, kena me u pi, po. Po, besoj që është një këngë shumë e bukur, e cila më pëlqen mua, është shumë një stil Pra, pak është më hip-hop, elektronik. Hip-hop dhe Hip-hop me një stil elektronik shumë. fantastike. Kur del Besoj klipi? dhe një këngë e bukur. Kur del kënga me fjalë dhe Po, pastaj them klipi? drejtën, pritësha që pak koha të rregullohet më mirë, të jetë pak më ngrohtë që ta gjironim jashtë. Diku nga pranvera. Diku nga muaji tjetër, Bukur. po. Po ja çfarë thon për ju Shpat Kasabit, gjatë gjithë kësaj kohe që keni munguar në studion time. Stafi im ka mbledhur edhe disa të dhëna për ju. Nëse janë të vërteta mi thoni, nëse jo, Shpresoj që i janë përgjigjeshtroni. vërteta, po. Thonë se një agente modelesh e Ford Models ju ndaloi në Chicago një ditë, ku keni qenë atje me Afërditën dhe ju tha, po ishit vetëm atë ditë rrugë në fakt, dhe ju tha, më pëlqen si pamje. Ju tha kjo vajza. Pikrisht. Kjo është kartë vizita ime, tha, dhe ju dha kartë vizitën. Por ju, kam mësuar, nuk e keni takuar atë vajzë, atë agente, pasi pasioni juaj më i madh është muzika, është e vërtet? Shumë logjike dhe shumë normale. Po pse Nuk e di pse ka bërë buj kjo punë shumë. Kam dëgjuar që edhe ka pasur ca komente në Facebook. Që? Që Shpati nuk ka parametra të një modeli, ndoshta gënjen, nuk e di pse i kanë këto
dyshime të kun, sepse nuk është ndonjë gjë që unë jam i ftuar në Hollywood apo diku tjetër, apo nuk kishte ndonjë ofertë që unë do të jem gjatë tërë vitit do të punoja 5 herë në muaj apo 10 herë në muaj, apo do bëhesha milioner unë me këtë punë. Nuk do të thotë që pse refuzuat shpat? ta them këtë një. Nëse ke një ofertë modeli, këngëtare apo diçka, nuk do të thotë që nëse më ofron çanit pa shpunojmë për diçka, që ti duhet të jesh në top, apo duhet të jesh shumë Po sepse asaj i pëlqen atje. Nuk e di pse ka bë kaq buj, thjesht erdhi gruaja edhe tha Gruaja i thu. Gruaja. A pse ishte gruaja? Po Nuk ishte gruaja gocare? në mosh, grua në mosh, jo si A ishte goc. mos! Ishte një grua në mosh, Mos. dhe unë me qëllim dola dhe Ke për mirë që i ke refuzuar. pasi që moram valigjet në check-in edhe check-out faktikisht. Dhe e pash me qëllim, e pash që ishte një grua me të vërtet me një rating të lartë sepse e prishin shumë bodyguard, gjëra, makinat mëdhaja, po. E kishe kap një 500 mijë. Drejtoresha Se kam mundje fare. Kishe kap një lek, më burko të refuzoj. po s'është lek. E ishte kjo punë shumë? Nga ndonjëherë mal atë që nuk të sjell. Si i thon, fati? Ta sjell sekondi. Ta sjell sekondi. Tani e ka kap në aeroport grua e botës, e cila ishte rrethuar thot me bodyguard, pra duhet të ishte një femër e rëndësishme, duhet të kishte normalisht nga pamja, patjetër të kuptojë që mund të kishte një agjenci me shumë, pas të thuash një aktivitet të fortë. Kërë thuan? Me shumë bagazh, një grua me shumë bagazh, punonte për Ford Model Agency. E ka ndalojnë, më ndalojnë në aeroport më burë, e pasi shumë, simpatik, dhe i tha, më falë zotëri, tha, mua më pëlqen shumë, mja ka vizita ime, a do të jesh model i agjencisë time? Thjesht, shumë lëk thjesht, po. Tani ky e ka refuzuar. Kujt i tha tani? Nuk shpati. Nuk jam mirë sot. Marrë vesh më po lekët ku janë, lekët, se këte e marrë vesh. Lekët nuk janë, sepse shpati i refuzoi, por them, lekët i kam gjef, normal, na dhe kartelet e bankës. Nëse bëjmë shaka. Kotë se mund të kështë kap një 500 mijë. Po, mbase. Si minimum. Edhe mund mos ta kështë kap. Por një 3 muaj Shpat Kasapi do jeni në Tiranë, së bashku me Vesën, po unë sonte nuk kam drejtë të them sepse do jeni, unë e di po nuk e them dot, sepse është surprizë, do e kuptoni pas pak ditësh. Thonë se keni blerë një apartament në Tiranë, me qira fjala, jo jeni me qira. Jo. Jemi të vendosur aty ku na ka vendosur. Vërtet? Stafi kësaj gjë. A jeni në hotel? Diçka e tillë. Mos e thuj hotelin plak se 3 muaj, jo, nuk e them dot emrin, po 3 muaj në hotel. Do t'ja them emrin të hotelit sepse më pëlqen shumë. Jo, mos e thuj, jo. Po ta thash amin ti pse mos e them hotelin. Sa i madh që je. Shpat, jo thujen nëse merr nga hoteli thuje. Jo, më pëlqen hoteli do ta them. Fashion diplomat. Vërtet? Po, më pëlqen sepse është një ndër hotelet më të bukura në Tiranë. Po dëgjoj, po gjithsesi hotelesh, si mund të jetojë njeriu 3 muaj në hotel? Do të kishte një shtëpi? Nuk është. Nuk ka problem? Pyetja nuk parashtrohet, pyetja sepse un jam tip që ambientohem dhe disponohem Tiranë, fundit është një përvojë e re për mua këtu, të qëndroj dhe kam shumë miq këtu, shumë shok që më respektojnë. Nuk do flasim për të sot, as me Vesën, as me ju. Atëre, në forume shoh shpesh komente mbi këngët tuaja, Shpat Kasapi, pasi duhet thënë që tekstet e këtyre këngëve, të cilat ju i shkruani vetë, nuk i shkruaj vetë. Shumicën e këngëve i shkruan Avni Qaili. Ose Avniu, ose ju ose Avniu. Po edhe ju keni shkruar tekste apo jo? Shkruaj edhe unë. Thonë se shërbejnë për të larguar një gjendje të pakëndshme shpirtërore, këto tekste, ndihmojnë që të heqësh një lloj mërzitjeje, por dhe disa ndjesi të tjera. Atë unë sonte kam përgatitur Shpat me shumë qef një intervistë të formatuar, tradit vetëm në këtë emision, ku nëpërmjet muzikës suaj, por jo vetëm, ju gjeni ilaçin e duhur për ata që dëgjojnë muzikën tuaj. Dakor? Intervista quhet thjesht Ilaçet e ëmbla të Shpatit. Atëherë Shpat. Vetëm se përgjigjet duhet të jenë të shkurtra dhe sa më të shpejta. Me çfarë këngë Shpat Kasapi nga repertori juaj do të shëronit një migren? Më burr. Me këtë tren, medikament. Me medikament. Bravo. Cila këngë, Shpat, cila do ishte kënga juaj që shërben si terapi për zemrat e thyera? Terapi për zemrat e thyera, Cila do Valle ishte? Kosovare. Si? Valle Kosovare me qenë se është një këngë atmosferike. Jo, po
Faktikisht kur e ke zemrën e thyer, mundohesh që ti largosh streset. E di kush do ishte? Ajo, kush të ndau prej? Ja, të dy me i goj. Sa bukur atare, kemi Ata këtu? thyn më shumë Ja i zemrën. sekund? Po ajo të do në plumin me plum Mos. del. Se kemi. Ajo ta Ashtë e vjetër. Me mendova runat. E, Po s'ka. kush të ndau prej, a Vesa? Ajo tamam. Kush të ndau prej me jetë, kush të mbushi me ndjen. Bravo, një big up është Shpat Kasar. Bravo. Cili është teksti Shpat, teksti i dur, që i hidheron një mashkull? Valle kosovare. Unë që i dhore një mashkull? Jo, teksti i njërës prej këngëve tuaja që i hidheron një mashkull, Që i dhëron një mashkull. Cili është teksti? Edhe Vesa dhe Ermani mund të ndihmojnë që Më se duhet mbajnë të më tekstet mendoj e. shumë për këtë pyetje, sepse... Jo, Kënga e Afroditës. Nëse e burr, nëse Ajo është e pa- Afroditës, pa e pyetje për këngë të vi. ja në fakt ja për këngë të... A, për këngë të Po Shpatit. çon si ka dhe Afrodita tani më Njëjtë futet janë, me një. këtë. Të njëjtë janë. Jo, mos egzageroj. Tekstet e mia më shumë janë tekste që e kënaqin. Janë të gëzuara. I kënaqin djem Dakor. faktikisht. Kënaq. Për shembull e kam një këngë prapte unë, nëse te unë, loja jote merr fund. Big up për Diçka Shpat e tillë, Kasarin. ku të shkosh se Po kënga që lumturon një femër, cila është? Valle kosovare. pëlqeti shumë e kam. Do ta knosh. E, mos është kjo? Mos knonti. Shpat! Shpat! Në Valle kosovare vej çdo dasëm. Ai sekond. Shpat! Edhe është kështu. Shpata, Sa mos vjen është tek kjo? çon gjithë. Kënga që lumturon një femër, mos është kjo? E ka gati. Majt në pikuj, e tjenë ti me këtë shuj, po të them se pa ty smuj. Majt në pikuj, e tjenë ti me këtë shuj, po të them se pa ty smuj. Një nga arsyet që unë i kam shumë qef këngë të Shpatit është se më ngjasojnë shumë me këngë greke, ka një atmosferë greke dhe më vdes. Atje e Po unë gjithashtu edhe unë vdes Ullos, pas është jatë muzikës papa. greke, kam qenë, mos them, gjitha buzuqet, po gjysmë e buzuqeve në Greqi kam qenë athin. Vargjet e Shpat që ëmbëlson një raport në një çift, në një raport me probleme, cilat janë? Që e shërojnë çiftin. Dhe këngëve të mia. Që shërojnë çiftin. Po, në një mënyrë që ndihmojnë për tu. Të dashuroj për jetës të haroj. Bravo. O, pa ty sjetoj, pa ty suar vajtoj. Të dashuroj për jetës të haroj. Bravo! Shpat Kasari, papa. Kënga, Shpat kënga juaj që të bën të qash me dënes. Valle kosovare. Kënga që të bën të qash me dënes. Ermanin duket se e ka marrë rolin e Është Gemsit. i mash. Mos është kjo Shpat kënga që bën të qash me dënes? Po mu po m'pyet apo? Ma pratare si gjithmonë, para syve më traton. Kam kujtu se ke ndryshu, përsëri pas kam gabu. Shpat, Si pas te, ndoshta po jo vetëm si pas te, besoj që edhe shumica e publikës. E bukur është. mendon po. melodia që të bën të qeshësh? Të qeshëm. Thuje. Ama maq. Thuje. Valle kosovare. Valle popullore mos. Valle kosovare? A kosovare? Si se kemi të valle kosovare që? Shqipe një mos e gjen. Vazhdojmë. Valle kosovare. Klipi, Të që do thu tash është Valle kosovare. klipi More gitarën ta punim bashkë. E, ka kitar këtu? Ka kitar këtu? A ka kitar? Fal. Se mos e more kështu. Unë do të them vetëm një llaf. I e parë bezet se si më janë vjetruar, bezet Bordeaux, po ngjyrë vishnje. Tani kërkon dhe gitarën këtë studio. Vishnje ka qenë kjo? Jo, ato vishnje në mes të voglat. I ka rënë fare e fuat grisin e kështu. Është rënë situata. Dhe ti kërkon kitare. Me gjëra fjalla, Shpat. Klipi që të shkakton dhimbje stomaku, cili është? Dhimbje stomaku. Valle Kosovare!
pika për Shpat Kasapin, bravo. Bravo. Me qëra fjala, Shpat Kasapi, kënga që të hap oreksin. Kënga juaj të hap oreksin. Kush është? Përgjigjem këtë pyetje do ta them diçka të cilën e veçon këtë këngë shumë. Vallë sepse Kosovare. ja vlen, po. E pa parë, me ritëm të pa parë. Kënga, jo, seriozisht është për ta thënë sepse për mua pa lavdrata, kjo këngë është ambasadë e shqiptarëve në gjithë botën. Vërtet? Po, Pse? do të tregoj pse. Pse? Do futeni gjithë ju që se dini, do të futeni në YouTube. Është një grua kroate që jeton në Australi. Dhe shumë e famshme në Australi, punon diku në ambasadë apo se diku, dhe merret me muzikë. Dhe ka bërë koncert prej 20.000 apo 30.000 vetave në Melbourne, dhe ka këndu këtë këngë në gjuhën angleze. Edhe më bëri telefonat që... Këtë këngën tuaj, Vallë Kosovare? Po, Perl. Vallë Kosovare ka këndu dhe në gjithë Australinë, më thënë, ka bë buj kjo këngë në gjuhën angleze. Pastaj, nëse ke dëgjuar edhe këngën e Skotësisë. Le t'jo masë më ngacmo vesën se e kam gjantë, lutem. Nuk është tipi, Jo, nuk këngën e Polandës në gjuhë në Eurosong, vitin e kaluar, Jo. është, po, bëri buj shumë në mediat e huaja, dhe thanë që është këngë e marrën nga Shqip. Kjo këngë. Nga jote? E kështë kopjuar nga Vallë Kosova? Kosova. Polakja, po. Polakja. Po, Bravo. plus është këcy në Hungari edhe në Çeki valle në përshkolla kjo këngë. Dhe ti nuk e asë dokument që na i provosh të gjë. Një video, një gjë, një, a? Shiko, Në unë YouTube, mund t'jetë në Në YouTube? YouTube e ke këngën e Skocisë. Unë mund provoj këtë gjë që- Polakes. Polakes, po. Edhe Marinka Hozea dë shkruani në YouTube, minutën e, do më thënë sekondin e 40, dhe prisni që del valja australianve, Bukur shumë. që kërcejnë me këngën Bless My Soul, që Bless My Soul, in a li, la 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 li, Ose të protësh. shumë bukur e këna. Shiko, unë du pa të bo shumë qefin, do në se... Jo, ja kjo vlen është për ta kënga- thënë për kjo njerëzit është që nuk e kënga- di, është sepse këngë e nuk e papar. di. Shiko, se qërë e di shumë mirë që ne DJ-në për festa mbajnë ca këngë që i mbajnë kështu si plumbat fundit. Që rritet Po, atmosfera. Dhe kur Ndizet. vendoset kjo këngë, sidomos në për dasma ose festa familjare, nuk ke asnjë njeri të ulur dhe Të gjithë grinjen kërcejnë. Po, është këngë kështu që Po, si kjo nuk këtu kuptohet që po, edhe në Kosovë ka bë bujt madhe. Unë fola për, më thënë, për vende që nuk ja pret njeriu të Jo, po mendja. ka dhe qartë, ritmin qartë. që Për shembull, në Australi, ty ka shku mendja që mund dëgjohet kjo këngë në Australi. Por gjitha që të din të kërkoj në YouTube me këngën Vallë Kosovare në Australi. Po ja, Jeti gitara, jeti Sofia, një pick-up në Sofinë. Një pick-up në Sofinë, bravo. Herman, Asha akorduar. është akorduar Sofi? Është akorduar, Po thot duhet Sofia. t'jesh afër këngëtarëve për atë. Okej. Do të vesh atje? Jo, s'ka gjë. Po pse ma burr? Një ditë qeshi, burri motrës, sa desha të bëj një kuror, dhe shpejt vrapova, edhe kërkova, por tjera lule jo nuk gjeta dot. Është për burrën e motrës kjo kënga. Një pick-up. Bravo. Kjo ishte burri i motës, shpejt një tjetër? S'kemi tjetër vetëm, këtë ishte? Mos! Jo, nuk është se lash Adhe muzikën. një tosnanos tani me gjithë Dikush njarë ka e qepet, publikut po shpotit. E, si kno? Po, Kno. Kno. Po këndoj atë të fatosit. Apo jo, e lë për në fund atë? Okej. E lë për në fund para se të ikni. Okej. Mbaj kitarën atje mal mos më lëviz. Dëm kujdes Po mikrofonin. të bëjt sa kështu. Kujdes sa Kur kullor. ti këndon. Kur ti jo këndoj, kur ti flet. Dakor. Shpat Kasapi. Më thoni ju lutem, kënga që të hap oreksin, cila është kënga juaj që të hap oreksin? Vallë Kosovar. E, mos është kjo? Jo kjo, se këtë e bu mjerë, mos është kjo?
Një big up për shpat Kasabin dhe dhe Manga Majki i mali. Edhe fundit fare, shpat, kënga juaj që ka shumë gjasa të shëroj impotencën, meshkujt që janë impotent. Kush mund t'jetë? Vale! Do se jam una gjami, do se jam mos mendo që jam fëmi, më kanana djal duka, sa shpejt ka me ta bomat, hajt se krejt ka me tu këthy, hajt se do t'lutesh ti. Aje i math, bravo, bravo. Nërsa unë mendova se në fakt kënga që shëron impotencën, kënga një nga këngët e Shpati që shëron impotencën, mund të ishte edhe kjo.